Astriti e dëshmon se si në njërën anë duhet të angazhohemi për këtë republikë, për këtë popull e për kombin shqiptar, po në anën tjetër se si regjimin Kosovë i instaluar në kryet e institucioneve e që e ka kapur shtetin, si i trajton ky regjim qytetarët e Republikës, kundërshtarët e tij politik dhe njëkohësisht si e trajton shtetin e Kosovës. Pra një regjim antipopullor natyrisht se do t'jetë brutal me popullin e vet. Dhe historikisht regjimet Kosovë kanë qenë aq të egër karshi popullit që kërkonte liri e barazi, që prej 5 nëntorit regjimi ka refuzuar absolutisht që t'jap dhe t'krijoj drejtësi për Astritin, që t'jap përgjegjësi për të, dhe që popullit të Kosovës t'i tregoj se çfarë ka ndodhur me Astritin në burgun e Prizrenit. E Astriti vdiq në burgun e Prizrenit nën akuzat montuara, i mbajtur pa drejtësisht aty. Dhe kjo pra e bën Astritin jo vetëm aktivist politik të aktualitetit në Kosovë, po edhe vazhdimsi e të përndjekurve politik, që sa më të ndarë t'jemi që ne shqiptarët, as më keq do t'i kemi punë në secilin rafsh. Dhe fatkeqësisht me këtë regjim të instaluar në Kosovë, Kosova edhe po dobësohet si republikë, edhe po nënshtrohet karshi i Serbisë, e rrjedhimisht edhe po largohet prej Shqipërisë. Të gjithë bashkohuni si një trup i tërë e i pandarë. Is twinkle the people of Kosovo and especially of Poland, because Astrid was in prison without